Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës zhvilloi sot mbledhjen e radhës ku në rend dite ishin 8 pika, ndërto miratimi i ndihmës ekonomike për muajin prill dhe një memorandum për menaxhimin e integruar të burimeve ujore në lumin Vjollës në bashkëpunim me Bashkitë Fqinje e të tjerë. Gjatë mbledhjes u miratua edhe programi buxhetor afatmesëm 2025-2027 dhe buxheti vjetor. Për 2024 po shkurtojmë fondin për rezervat e 2025. Në 5 milion lekë. Këto lekë do të shkojnë 3 milion e gjysmë do shkojnë për blerjen e projektit të re urbanistik dhe diferenca tjetër do të shkojnë për kthimin e bursave, për kthimin e parapagimeve të kopshtave dhe diferenca tjetër do të shkojnë për kampionatin kombëtar të fshatit. Po ashtu përcaktua një zonë e re për parkimin e autobusëve në lagjen Puntori dhe u vendos ngritja e një grupi për mbrojtjen nga zjarri në ndërtesat e bashkisë. Është mbaruar rregulloria, tani po punojmë me bizneset e pazarit për të bërë një rregullore për sa i përket parkimeve, atë çfarë ju diskutuam. Por jemi duke u marrë në të njëjtin kohë, kaluam radhën para në sheshin Çelçizit lagja Puntore dhe ne tani bërëm gjithë pushime përkatëse dhe bërëm një studim të veçantë për të gjitha parkimet dhe për mënyrën e vendosjes për të gjithë rezidentët që do të asjellën më pas. Në kjo gjë do të vazhdojmë në të gjitha rrugët e qytetit dhe të njëjtin kohë jam duke u bërë në një grup anë financiare që ne do realizojmë dhe do t'ja propozojmë zyrës financës dhe grupit që është kryetaria që ne të vazhdojmë të blejmë këto makinetat me qëllim që të bëhet mbledhja e të ardhur. Po, kjo është pjesë e bashkë dhe do të vendosen gjithasë njerëzit. Mbledhja përfundoi me miratimin e të gjitha pikave të rendit të ditës, ndërsa Këshilli Bashkiak theksoi angazhimin për t'u përgjigjur nevojave të komunitetit dhe për të ndjekur nga afër zbatimin e vendimeve të marra.